A mendoni se Velia i mund të arrijë deri në atë pikë sa të rrëfej ose të bëjë të penduari deri diku si rasti i Arben Ahmetajt ndaj aferave korruptive të kryeministrit Edi Rama? Arben Ahmetaj nuk është i penduar. Ju e thatë deri diku nuk është i penduar. Pendimi fillon nga vetja. Rrëfen për veten dhe pastaj s'mbaron për tjerët. Një leksion për pendimin e ka dhënë vetëm Nurettin Dumani. Ne po dëgjojmë shumë, edhe ato që janë dhënë jo të sakta. Le të ftoj SPAK-un atje ku është, të bëjë marrëveshjen e duhur Arben Ahmetaj, e të ligjëroj. Edhe ai di dhe ne dim, nuk ose dini një gjë shumë të madhe nga ajo që dim ne. Ka dhënë mesazhe deri tani dhe akoma tenton dhe mendon budalla gjithë pjesën tjetër popull shqiptar që mund të besoj se ky është një tantulier që mund të luajë si të dojë valcën e politikës dhe na marr mend neve deri aty sa ta besojmë që është i pafajshëm. Nuk e besojmë që është i pafajshëm. Të tregoj si u zhyt në luks ku ka jetuar të papar deri dje, si ishte ai lojtari i madh i politikës që si të vërdall dynjan, dhe tallej me të popull, dhe pastaj të shpreh dhe për tjerët. Po kështu dhe për Velien, urojt ndodhi kjo që thoni ju. Që t'ja filloj nga vetja, të mbarojmë punë me ato 5 dët dhe 55 dët që janë atje, e pastaj të hapet pa kufi fare, mezi po e presim që të kemi raste të tilla. Edhe pse nuk kam shumë besim që do të kalojmë të drejtim. Se dielli mirë duket me sabah, çfarë kemi parë me sabah, to dhe qëndrimi mohues dhe deni grus karshi drejtësisë, nuk e besoj. Megjithatë, mbase i bimon. A besoni se Rion Velia do ta fitojë betejën me drejtësinë, duke qenë se ka paguar edhe një studio ligjore amerikane, siç kanë dalë dokumentet tashmë në media, ku ka paguar rreth $300,000 kësaj studie? Kam pas përballë avokat, një avokat që ka qenë vienes, ka qenë më i mirë në Europë për 3 vitet asaj kohe. Dhe ai paguaj €1.200. Dhe besoj se ato personalisht e kam çuar afër pensionit atë kohë. Unë që s'jam paguar, aq nuk paguash anë muj, po duke pas vërtetët, edhe vullnetin, vendosmërinë, mendova që përballova me shumë sukses atë avokat. Kështu që përballë vërtetave që janë atje, ndosin e SPAK-u, dhe ne themi fakti flet vet në gjuhën tonë. Avokati nga Amerika nuk do të bëjë në një marifet, themi ne. Në një çudi, të bëj magji atje përpara. E pa që erdhi dhe syri fare dhe ne palemrum që s'dojnë të fare. Të gjithë spekulojnë me Amerikanët din mirë që janë superfuqi dhe në vendet e vogla habiten kur i vjen një nga Amerika, po jo me shqiptar, nuk shkon me shqiptar. Një pjesë e madhe shqiptarëve jeton jashtë, ne kemi heq kompleksin e prioritetit. Ai është një nga mira studiot që është këtu. Ka një klient që është Shqipëri, për cilin mendon që mund të garantojë procedurën asgjë tepër. Por që akuza tjetër rënd shqip e të përkthehet në pafajësinë anglisht, këtë se bën dot. Është pjesë e marifetit që thash magjistarit. Jo, bile besoj se Velia do t'i bëjmë punë vetëm avokatët e mirë shqiptar. Ka avokat mirë aty. Mund të jenë dhe ish prokuror, që njohin procedurën, të bëhet betejë dhëm për dhëm në sallën e gjyqit, edhe rreth saj, po jo me mjete të tjera jo ligjore, dhe e dyta nëse shqiptarët shohin mirë me çfarë po paguhet ky avokat ose kjo studio. Me çfarë po paguhet? Në media kemi që kurseni para ke dërkues i vogël, tani kanë dalë fatura të tmerrshme. Edhe unë po të shkoj të vjedh nesër, nuk pasurohem vetë, s'jam budalla, do pasuroj gjithë racën time, po ta kem atë mendje. Tani gjithë ta pushtetarët tanë, gjithë ta kanë edhe ata që ju kanë vdekur, i kanë pasuruar mbas vdekjes. Kjo është tursh. Një pushtetar shqiptar paguan një studio saqimet e kokës. Sa frëngu pulën,
ka dalë nga Aleksandr Duma. Kur damgjarin e lampa ngrën, edhe nuk i jepin punën, e pagoj punën shumë shtrejt, kur e morën peng. Ne mos e me rrit me këto filma, me këto libra. Kështu që me këtë lloj studieje shtoj më tepër mosbesimin në opinionin ndaj tij. S'paski besim të avokatët shqiptarë, të ligjit, të organet dhe institucionet drejtësisë shqiptare, por kur s'ke besim ti, që ishe i pari vendit kandidat për kryeministër, kryetar partie, ku të diun, çfarë të themi për njerëz të thjesht? Ja. Ky është sistemi që bën vetë, dhe është sigurt se ironia e fatit është ajo që bën vetë do të bie. Çfarë ke ngritur atë gurë që janë lart do të bën kokë. Ta mbajnë e meritojnë. Ky popull ka vojtur shumë, e kanë humbur sensin e realitetit. Unë jam të njerëzit janë të poshtirosur me këto lloj pagese që kam dëgjuar. Si kam parë një me dylbia të shumë, edhe them, mos u marrsh edhe unë kurrë me avokati, po merr vetëm me këtë punë që po bëj tani, bashkë me ju. Nuk pas ka punë më të rëndësishme, se është e kot. Çfarë do lloj gjëje të bëjë njëri një iniciativë private atje, nuk mund të jetoj të aq si qenë edhe djersën e tij. Jo, pa të drejtat kryesore nuk bëhet. Dhe kot lodhë shqiptarët që mendojnë të kenë zgjidhje personale. Në fund do përballen me sistemin, do i shtyp sistemin. Ndryshojnë të sistem nga këta njerëz të mirë që duken si të pathyeshëm, si përjetshëm, nga këta qaraman, që as burgu se mbajnë dot, në rregull është. Shqiptarët do ndryshojnë qasi ka shifet e tyre. E trajton tjetër si përbilç do sillet. E trajton si pavler, i pavler do bëhet. Ky establishment politik duhet trajtuar si pavler. Po të shosh, gjithë establishmenti është pure motive, pure strategji, pure outcome. Pa motiv, pa strategji, pa produkt. Kush bile po del basha më simpatiku nga të gjithë. As batutat s'po i dalin më këtyre. Nuk po i ec asgjë. Berisha bën më kur e pyesi për pagesën lidhe me Lacivitan. Nuk thot asgjë. Më gojshturi politikës është Berisha. Nuk thot asgjë. Më oratori deri tani ka qenë Rama. S'po i ec batuta. Ka ngel ke luli. Pse? Se kur të le, të le. Edhe Usain Bolt ka qenë kampion bote, po të le. E la sportin të le. Kur të le, të le. Është realiteti kundra. Nuk është më koha me këta. E po të fitojnë, dhe vazhdojmë të kemi qeverisje, edhe si kur të dyja palët bëjmë bashkë, e parashikoj që të mund të bëjmë bashkë, është tush. Megjithatë, to zgjedhje nuk do prodhojnë 4 vjet mandat qeverisës. Do prodhojnë shumë më pak. To zgjedhje do prodhojnë një krizë elektorale të vazhdueshme më pas, deri në shkërmoqjen e sistemit. Për të jam i bindur. Duke mbetur sërish te Erion Veliaj, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se ndoshta dhe ka gjasa që Erion Veliajt mund të jetë dërguar plumb brenda zarfit në burg apo edhe mund të jetë droguar. Si mendoni, mund të kenë arritur deri në skenar të tillë që pretendon Berisha? Berisha foli për llogarit Metajt kur tha rrezikohet familja, se bashkë koordinuan. Kur të hapen letrat do shohim që kanë pasur bashkëpunim dhe përpara, për mua. Berisha me Metin, që zgjedhët para zgjedhjeve 2021. Intrigat politike janë deri në kufit e çmendurisë, të imagjinatës domethënë. Nuk tani Berisha po merr në mbrojtje Erion Veliaj. Kjo është edhe kjo megjithatë, duke parë që bizneset e familjes kanë shkuar mirë në Tiranë, nuk është çudi ta marrë edhe mbrojtje. Për mua këta hanë e pinë gjithë natën bashkë, e flen bashkë,